Mendoj që është një rregull i mirë menduar, është një rregull që diskutohet prej vitesh nga Federata Shqiptare me bashkëpunim dhe në konsultim me gjithë klubet dhe akademitë në Shqipëri, duke parë dhe duke vëzhguar me kujdes të gjithë grupë moshat. Kemi vënë re që të gjithë klubet kanë një akademi shumë të mirë në moshat 15, 17 dhe 19 dhe kanë një futbollist shumë mirë në përbërjet e tyre, por nuk deri në këtë moment që po flasim shumë pak klube, 3-4 klube i kanë dhënë mundësinë këtyre lojtarëve të talentuar ose këtyre lojtarëve me cilësi shumë të mira që t'i aktivizojnë në skuadrat e para. Kemi vënë re që gjatë gjithë kësaj periudhe, lojtarë të moshave të reja kanë arritur që të shfaqin vlerat e tyre, cilësitë e tyre shumë mirë deri në moshën 19 vjeçare të kampionatet 19 vjeçar dhe nuk kanë pasur hapësirën e dur për të treguar vlerat e tyre nëpër ekipet e para të klubeve përkatëse që kanë pasur. Dhe mendoj ky vendim dhe ky rregull është shumë domethënës për vazhdimsinë e këtyre lojtarëve të ri. Me kalimin e kohës do ta kuptojnë edhe klubet, do të shikojnë që ky rregull do jetë një investim shumë i madh për klubin vetvete. Se ne kemi shembull që lojtarët nga kampionati shqiptar, nga akademitë e dala nga akademitë e klubeve tona, janë lojtarë që përfaqësojnë vendin tonë, Shqipërinë, ekipin kombëtar shqiptar, por kanë pruar edhe shumë të ardhur për klubet ku janë aktivizuar. Kemi shembull si Muçi, kemi Sheun, kemi Uzunin, kemi Caken, kemi shumë lojtarë që i kanë pruar të ardhur klubet dhe prandaj edhe ky rregull mendoj që është një vendim shumë i rëndësishëm për gjithë futbollin në përgjithësi, por në veçanti për gjithë klubet që duhet investojnë sa më shumë tek moshat e tyre, tek akademitë e tyre. Gjatë këtyre kohëve që kemi bërë seleksionime për grupë moshat, për moshat e ekipet kombëtare të gjithë moshave, U15, U17, U19, kemi shumë lojtarë me vlera dhe që mund të shfaqen shumë mirë dhe mund të ndihmojnë shumë klubet tona.